Socialistët janë përfshirë sot fare papritur në lojën e rinumërimit të votave, madje jo për partinë, por për kandidatët. Në një kërkesë zyrtare drejtuar Kasit, një sekretare e Partisë Socialiste i kërkon Kasit që të llogarisë si vota për kandidat. Ato flet votimi ku shenja nuk është vendosur në kutinë e kandidatit, por diku jashtë tij, por që shpreh qartë vullnetin. Kërkesa në dukje teknike në të vërtet tregon një interes ilegal brenda Partisë Socialiste për votat e kandidatëve dhe renditjen e tyre, edhe pse rinumërimi nuk ka bërë ndonjë çudi dhe nuk ka korrigjuar ndonjë raport as mes kandidatëve, as mes partive. Shkresa zyrtare e Partisë Socialiste ngren dyshime se kandidatët socialistë nuk kanë hequr dorë nga kërkesa për të ripar votat e tyre, pavarësisht deklaratës së Edi Ramës se ata nuk duhet të përfshiheshin në këtë debat. Natyrisht, nuk është ndonjë krim që socialistët të përfshihen në garën që ka kapur Partinë Demokratike dhe që në fakt po bëhet shkak për t'i ulur edhe ca vota më shumë PD-s, të marra padrejtësisht nga gabimi njerëzor. Por shmangja e qëndrimit të Partisë Socialiste nga qëndrimi publik i Edi Ramës ngre pikpyetje nëse Rama e ka pasur seriozisht atë qëndrim, apo e ka bërë vetëm që të fuste në kurth demokratët dhe të fillonin të kërkonin numërimin e votave për kandidatët, me qëllim që të nxisnin sherrret brenda tyre. Gabimet njerëzore të deritanishme flasin qartë se nuk ka devijim votash, pasi edhe diferencat e vogla ndjekin nga pikpamja statistikore kandidatët me më shumë vota. Sa më shumë vota që kanë, aq më tepër gabime njerëzore kanë, por në raport me votat janë të gjitha thuajse në të njëjtin nivel. Në kampin e PD-s, duket se ka një tendencë të njerëzve të Berishës për të ekspozuar gabime në votat e Tabakut apo Ali Mehmetit, por është çështje shumë e dobët, pasi ata kanë më shumë gabime sepse kanë më shumë vota. E njëjta gjë mund të vërehet edhe në Partinë Socialiste. E vetmja gjë që ishte ndryshe deri tani ishte qëndrimi politik i PS-s dhe i PD-s ndaj rinumërimit për kandidatët. Qëndrimi i sotëm i PS-s dhe përgjigjja negative nga Kasi tregon se brenda PS-s Edi Rama nuk është në gjendje të i frenojë njerëzit e vet për të zbatuar atë që ai u kërkoi publikisht. Ky është një lajm i mirë për ata që duan një parti sa më demokratike dhe natyrisht, një lajm jo serioz për Edi Ramën.